Përforcimi i trashëgimisë kulturore si një mjet për ripërthritjen e zonave rurale ishte titulli i botimit realizuar nga 4 studiues italianë që u prezantuan në bibliotekën e Universitetit të Shkodrës Luigjë Gurakuqi. Synimi i këtij aktiviteti kishte si qëllim implementimin e këtij studimi për ripërthritjen e zonave rurale në zonat e veriut. Meqense libri ka të bëjë me përforcimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore si një mjet për ripërthritjen e zonave rurale, ne që nga tetori pra në vitin e ardhshëm akademik 2025-2026 ne tashmë do kemi një program bachelor për trashëgiminë kulturore. I stërhuar tek Departamenti i Historisë, falë dhe kontributit të koleges Liarea Haxhia. Dhe unë nga kjo platformë dëshiroj të bëj thirrje Departamentit të Historisë, Departamentit të Gjeografisë, Qendrës së Studimeve Albanologjike dhe Departamentit të Arteve që të fillojnë dhe të mendojnë për dizenjimin e një projekti i ngjashëm me këtë projekt, pra që përshkruan dhe studion këtë zonë rurale pra të Bënjës, që të bëjmë diçka të përafërt për një prej zonave që mendoj unë është për të patur zili dhe që kontributi ia vlen sa i takon thethit. Në lidhje me këtë botim, një prej autorëve, profesori Antonio Laurea, theksoi se është shumë e rëndësishme të evidentohen pasuritë që kemi. Unë sot do të flas pikërisht për këtë proces shumë të rëndësishëm të nxisim dhe të nxjerrim në pa të gjitha pasuritë natyrore të rëndësishme që kemi, që janë të domosdoshme për zhvillimin e turizmit. Unë kam punuar që në vitin 2018-2020 në Malsinë e Madhe dhe kam pasur eksperjenca dhe mendoj që ka pasuri shumë të rëndësishme natyrore, të cilat duhet nxjerren patjetër në pa dhe unë i vlerësoj patjetër këtë pasuri. Ky botim erdhi pas një pune kërkimore të bërë nga profesor italian në Përmet në zonën turistike të Bënjës.